bashkë me studentët më 18 maj në protestën në Shkup. Më 18 maj, studentët shqiptarë nga Maqedonia e Veriut do të mbajnë protestën e radhës nga ura e Gurit në Shkup për të kërkuar të drejtën për zhvilluar provimet në gjuhën shqipe. Për organizimin studentët janë takuar me njëri tjetrin në Kumanov, Tetov, Strug dhe Shkup, gjithçka nisi nga kërkesat e studentëve të jurisprudencës për të dhënë provimin në gjuhën e tyre anëtare, një kërkesë që edhe pas 2 vitesh nuk ka marrë zgjidhje. E drejta e tyre është një drejtë kushtetuese që rrjedh nga marrëveshja e Ohrit, po për cilën politika nuk po kujdeset. Aksioni i tyre merr një kuptim dhe më të thellë politik, duke ngritur diskutime për përfaqësimin me dinjitet të shqiptarëve në një vend ku ata janë element shtetformues, madje edhe në një kohë ku në bashkëqeverisje janë shqiptarët e grupimit Vlen. Protesta e parë e studentëve u mbajt në Shkup më 6 prill dhe përfundoi para Ministrisë së Drejtësisë, por që atëherë asgjë nuk është ndryshuar nga qeveria për mbushur një të drejtë të shqiptarëve që buron nga marrëveshja e Ohrit.